Po Gradeci nuk është vetëm qyteti i bukur pas liçenit të Ohrit. Është vendlindja e dy prej emrave më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, Lazgush Paradecit dhe Mitrush Kutelit. Lazgushi e ktheu liçenin dhe peizazhin e Pogradecit në një burim të jashtëzakonshëm frymëzimi poetik, ndërsa Kuteli solli në letërsinë shqiptare shpirtin, zakonet, historitë dhe legjendat e kësaj treve. Dy shkrimtarë të mëdhenj, një qytet, një liçen. Pogradeci nuk është thjesht një qytet turistik, është një vend ku ka marrë jetë një pjesë e rëndësishme e kulturës shqiptare. Për historinë, natyrën dhe trashëgiminë e Pogradecit, shiko videon e plot në kanalin tonë.